e Internacionales Demokratët të Qendrës miratoi një rezolut të veçantë edhe për Shqipërinë. Në këtë rezolut, po lexoj, thuhet: duke marrë parasysh raportin final të OSBE-ODIHR-it për zgjedhjet parlamentare të 11 majit 2025 në Shqipëri, duke marrë parasysh treguesin e sundimit të ligjit 2025 të World Justice Project, raport në Departamentit të Shteteve të Bashkuara për klimën e biznesit 2025 në Shqipëri, duke marrë parasysh kriteret e Kopenhagenit, dokumentin e Kopenhagenit të OSBE-s vitit 1990, kodin e Komisionit Venecias për praktikat e mira në çështje zgjedhore dhe kartën europiane të vetëqeverisjes vendore, duke marrë parasysh rezolutat e mëparshme të miratuar nga EPP, CDI, IDU, lidhur me regresin demokratik dhe korrupsion në Shqipëri, duke shprehur shqetësimin se Shqipëria ka pasur një regres të thellë demokratik, shkrirjen e partisë në shtet, drejtësinë selektive dhe depërtimin sistemik të krimit të organizuar në strukturat politike dhe ekonomike dhe duke theksuar se Shqipëria drejt Bashkimit Evropian, rruga e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian duhet të jetë në bazë merite, e kushzuar me progres të matshëm në demokraci, sundimin e ligjit dhe drejtat e njeriut. Rezoluta vazhdon në çështjen 1. Integriteti zgjedhor konstaton me shqetësim të thellë gjetjet e raportit final të OSBE-ODIHR-it, i cili konfirmon shkrirjen sistemike të pushtetit shtetëror me atë partjak, keqpërdorimin masiv të burimeve publike dhe klimën e intimidimit, të drejtësisë selektive që pengoj konkurencen e barabartë. Vëren se ODIHR dokumentoi blerje votash, ndërhyrje të krimit në zgjedhje dhe rrjetet e patronazhit që shkëmbenin vendet e punës, përfitime dhe leje për vota. Forcat e rendit vepruan në mënyrë selektive duke forcuar pandëshkueshmërinë. Rikujton se ODIHR dokumentoi mbi 4500 aktivitete të financuara nga shteti, të shndruara në aktivitete elektorale, ndërsa KQZ-ja sanksionoi vetëm 18 prej tyre, duke ekspozuar dështim të plot të mbikëqyrësit apo regulatorit. Partia Socialiste përdori zyrat publike, infrastrukturën dhe komunikimin shtetëror për përfitime zgjedhore në shkeljet kodit zgjedhor, kritereve të Kopenhagenit dhe angazhimeve ndaj OSBE-s. Për të gjitha këto, CDI denon ndjekjet penale dhe arrestimet me motiv politik të drejtuesve të opozitës në vitin elektoral, përfshirë Sali Berishën, Ilir Meten, deputetin Ervin Saljani, Fatmir Mediun, të cilat ODIHR i vlerësoi si faktor që kontribuan në një klim përplasjesh, mosbesimi dhe drejtësie selektive, duke penguar pjesëmarrjen e lirë dhe të barabartë të opozitës në procesin politik. Shpreh shqetësim se ditën e votimit janë regjistruar raste intimidimi, aktivistë të paautorizuar në qendra votimi dhe shkeljet shtresisë së votës, ndërsa mbi 90% e medjave ishin në kontrollin e qeverisë. ODIHR konkludon se zgjedhjet nuk ishin as të lira dhe as të ndershme, të dominuara nga kontrolli partish shtet, shantazhi dhe ndikimi i krimit në shkeljet dokumentit Kopenhagenit të OSBE-s,
standardeve të Komisionit të Venecias dhe nenit 25 të ICCPR. CDI shpreh keqardhje se pavarësisht rekomandimeve të përsëritura të Bashkimit Evropian dhe organizatave ndërkombëtare, Shqipëria ka dështuar të zbatojë rekomandimet kryesore të ODIHR-it që prej vitit 2013, duke e mbajtur të pacenuar klimën e pandëshkueshmërisë për krimin zgjedhor dhe se qeveria shqiptare nuk ka adresuar asnjë prej thirrjeve ndërkombëtare të shprehura në 5 rezolutat e mëparshme të CDI, EPP dhe IDU. Përqendrimi i pushtetit dhe eliminimi i kontrollit të balancave është çështje tjetër madhore që denoncohet në rezolutën e Asamblesë së Përgjithshme të CDI. CDI vren se kryeministri dhe Partia Socialiste ushtrojnë kontroll pothuaj total mbi institucionet e shtetit, përfshirë shërbimin civil, gjyqësorin, prokurorin, institucionet rregullatore dhe mediat publike, duke eliminuar mekanizmat efektiv të mbikëqyrjes dhe llogaridhënies. CDI denon pengimin sistematik të mbikëqyrjes kushtetuese dhe parlamentare, përfshirë rrëzimin e mocioneve të opozitës, interpelancave urgjente dhe bllokimin e komisioneve hetimore parlamentar, veçanërisht atyre që hetojnë korrupsionin e gjerë ku përfshihet kryeministri apo farsën zgjedhore e të tjerë. CDI denon shtypjen e mbikëqyrjes parlamentare, bllokimin e komisioneve hetimore dhe mosbatimin nga ana e ekzekutivit të vendimeve të gjykatës kushtetuese. Vren se indekset e World Justice Project 25 e rendisin Shqipërinë në vendin 87 në rang global, me rezultat veçanërisht të ulët në kufizimin e pushtetit qeveritar, luftën ndaj korrupsionit, duke konfirmuar gjithashtu erozionin e pavarësisë së drejtësisë dhe llogaridhënies. Shpreh keqardhje që reforma e drejtësisë është nënruar në një mekanizëm kontrolli politik dhe të ndjekjes selektive, duke paralizuar gjyqësorin dhe minuar besimin publik në sundimin e ligjit. Pra, i kushtohet, përqendrohet dhe tek degradimi i sistemit drejtësisë dhe thekson se janë mbi 200.000 çështje të pashqyrtuara dhe vonesat e gjata në gjyqësor dhe 1230 ditë për zbardhjen e vendimeve përbëjnë mohimin e drejtësisë për qytetarët shqiptarë. Shqipëria si narkoshtet dhe kërcënim për sigurinë rajonale. CDI shpreh shqetësim me thellë se Shqipëria është kthyer në një nyje kryesore për trafikun e drogës dhe pastrimin e parave, duke shërbyer si korridor logjistik për kokainën nga Amerika Latine drejt porteve europiane. Vren me alarm infiltrimin e krimit në institucionet e shtetit, përfshirjen e trafikantëve të njohur dhe rrjeteve kriminale në kontrata publike, zhvillimin turistik dhe procesin zgjedhor. Rikujton provat për takime midis zyrtarëve të lartë qeveritar dhe individëve të lidhur me kartelin e Sinaloas dhe grupet mafioze shqiptare. Është fjala këtu për takimin në zyrën e kryeministrit me Luftar Hysin, përfaqësues në Sinaloas dhe udhëtimin me charter nga Tirana të qeveritarëve për Naruba për takuar